E përderisa besimtarët dhe besimtarët largohen, pra më së shumë të largohen në këtë muaj prej gjunaheve, sigurisht që mbyllen edhe portat e zjarrit, ndaj dhe hapen ato të xhennetit. Është muaj në të cilin Allahu liron prej ndëshkimit të tij. Në të është nata e Qadrit, e cila e ka shpërblimin më të madh se 1 muaj. Pra adhurimi në të është shumë i shpërblyer. Ai i cili privohet nga mirësia e saj, nga shpërblimi nat, sigurisht që i është privuar e gjithë mirësia. Ai i cili e gjallëron atë natën e Qadrit me adhurim, me namaz, me lexim Kur'ani, me dua dhe me dhikr, dhe me çdo lloj adhurimi tjetër, do t'i falen gjunahet e mëparshme. Dhe se era e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu se sa aroma e parfumit të miskut. Ai i cili agjeron Ramazanin me besimin në Allahun, pra nuk agjeron për dikë tjetër, nuk agjeron se agjerojnë prindit e tij, nuk agjeron se agjeron shoqëria e tij, nuk agjeron thjesht për dietë, por agjeron duke besuar se ky është një obligim, është një adhurim me të cilin fiton kënaqësinë e Zotit, të madhit Zot, dhe duke patur shpresimin në arritjen e shpërblimit, do t'i falen gjunahet e mëparshme.